Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur në këtë episodin e parë të këtij sezoni dytë. Dakor, grupi, prezantoni se. Përshëndetje. Si jeni? Po ku jeni mër se na keni tha syt mor burr. Mo bure, keni munguar shumë. Kam fajt të tjerët, jemi ne që kemi bërë këtë. Po ne gafën. si po ju duket shtëpia, ajo pëlqen. Si ju duket shikojeni. Mirë se erdhët. Kasaba, kape çik ne më kasaba, si jena më kasaba. Bëni mashallah Tamam, shpejt. me vërtet se na zë syni, ha. Mashallah urgjent. Ashtu. Bravo, tani në rregull. Grupi. Po ku je ti ore? Jo ku S'ka jena pa fare. Më këta tash je, po mos i bëj këta forca më katë tash. Ai sa për kështu sa për shplarje. Ka filluar rulli. Sa më më furt. Rrezikët kollaj. Okej, grupi. Tashi, unë do t'i bëj një parantezë gjithë tyre, se çfarë presim këtë sezon të ri, se vjen me surpriza. Tani, ne nuk do t'a mbajmë vetëm kuadër të animeve, por këtë sezon do fusim dhe filmat vizatimor, lale. Edhe jo kukla kështu do si do. Janë këta. Bire një të vogël. Janë këta. Unë i kam servitër të gjitha pretendent për eroj. Shkash. Po. Të gjithë ka nga i dasnor. Sa mirë bën ky. Të thuqit? Hajde, të thuqit. Të vajtë. Adere, unë them ta plasim direkte me sezonin. Dakor, ta nisim marë dhe ta plasim me anime që kena përzjedh për sot. Qa anime që kemi përzjedh për këtë sezon. Jemi. Kena kapi super anime, dale. E ka bo lëmsh gjithë tregun të shi. Jo, e ka bërë lëmsh, për ma atë që ka bërë me tregu, me fansat, me gjithë, nuk e di. E ka dridh. Adere, unë them ta plasim direkte. Mau, do na e përzantosh ti? Me kënaqësi. Sot, për sezonin e ri dhe për episodin e parë, kemi zgjedhur Danin! Atë keqe. Një anime kaq do thonim plus 18 do thoja unë. Largoni prindit nga ekrani. Patjetër. Jo, përpos tashi çdo shakaje, le ta themi tamam që është plus 18. Kështu që unë dal borxhit se ça më ka ti merrni ju mi super, nuk po gjinofi jemaj. Jo, dole borxhit vaj. Ju dole borxhit. Në rregull. Tashi, vllai tem. Ha vlla. Se kështu furça dhe gjona na kanë thonë shumë boni shumë juve. Dakor, që unë them të japim atë të ftumin, atë pikantin. Atë zetin e zetin e kësaj. Perlën e parë. Atë të keqen. Sot, për gjithë juve dashur teleshikues, kena ftu ideal artist, ideal Flori, i ka durët mo, o zot se ka boca gjona të bukra, mashallah të keqen. Do ja themi gjatë kohës se çka ka bukë ideali. Është super artist, është djalë Flori, nuk bonona dytë. Llafet e shumta janë fukarallik. Mirëprezim Aureli. Mirë se u gjeta. Pasi sezonit gjatë që ja ka lutë shumë mirë, ishte fantastik çdo episod. Isha t'ju lut ditë për ditë, si do e gjej rrugë me hyje, me shkuar Po ti thjesht na shkruaje. E gjen rrugën vlla. Ja. Gjenej mik si funksionon kështu. Jam mërdaj. Na erdhi mundësia vet kështu. E ka bë pagesën ky çuni. E ka bë. Okej. Jo. Sa po flasim. Po ku je vlla? S'të kam pa ndonjëherë, po ku je vlla? A je mirë? Mashallah. Aurel mirë se na erdhëm. Mirë se u gjeta. Edhe inshallah si episodi i parë, ta nisim me këmbë të marrë suksese. Na duhet. Shumë fishin e suksesit. Ta dish na ke bërë sefte. Je sefte, vllai, ke sjell ato të hudrave? Ndihem shumë i privilegjuar. Më duket si déjà vu kjo gjoja. Vallai. Ça déjà vu. Aurel vllai tem, tashi unë mund të flas sa du për ty, po siç e njeh ti veten, unë s'të njoh, brother. Dhe na bësh një prezantim shumë të shkurtër, vlla, ç'a je me ç'a merresh? Që e çun Flori këtë e thash, me ç'a merresh? Do direkt. Tashi merremi me gjona të vogla artistike. Përpiqemi të bëjmë art, le të themi, për gjithë ata që e kuptojnë, e adhurojnë, e duan ose më saktë ju pëlqen, qofse mund ta quajmë kështu. Neve na pëlqen. Sa modest që është, sa modest. Dhe që tani të bëj edhe unë adetin siç na e ke boti neve. Kolegi dashur, aty para ke një surprizë, një kutiz të vogël të bukur. Vetëm për ty vlla. Kjo është një dhuratë. Prishin të qokën. S'ka problem. Jo, çka dal borxhit. Këto nuk i ke nga ne vlla.
Këto i ke nga Enzo Attini. Shumë faleminderit Enzo Attini. Është super gjë e bukur. Provoje. Shikojmë. Se vëm dyshim fare, por Jo po veje po deshe se Unboxing. a ta bëjmë kështu ASMR? a direkt. Shumë Ai, e bukur. Ta Wow, gëzosh. ta gëzosh. Ta testojmë tash. Testoj. Perfekt. Më omë lasë mund Shumë fute. faleminderit. Ta shikojmë se si tri. A të vdes, Flori për Florinë e marrë por, Flori për Florinë e marrë por, a të keqen. Më Të duket shkon super shumë. Faleminderit. Shumë. Jo faleminderit neve, ati se neve, Në komplimentet janë neve jena thjesht, kështu tash. Delivery. Jo delivery ndërmjet sus. lajms. Ne jemi lajmësit. Lajmësat. Aktorët shkon shumë kolegi dashur. e gëzosh. faleminderit. Tani mund ta nisim kënd. Tashi e nisim jo mirë, po buç. Më në fund e djova. Unë do thoya që kur fjala këtij episodi besoj do jetë gold. E arta. Dhe nuk e di se pse. Për shumë Flori po flasim, ha? Nuk Për e shumë di se Flori. pse këto Florirat, këto gjërat, ë? Atëherë dan. Dan, Çfarë të dan. vjen në mendje ty gjëja e parë kur flasim për danin vlla? Se e ke edhe në pikturën e bluzës. Shumë ritëm, shumë tension, shumë aksion, shumë çdo gjë është shumë, domethënë çdo lloj Po, zhanri të mund. A nuk janë ja dy gjëra që të Një vinë në dy mendje? kështu. Jo këto domethënë. Janë dy topkat Kasapo, bravo. Kasapo, këto janë dy topkat e arta. Dakor? Këto të bëjnë zarare. Për çfarë lufton njeriu ore? Rot luftoj për lirira, për gjona të tjera, shkojnë gjymojnë topkat e Jo, arta. nuk i vë faj, dhe mu të më kishin humb. Vallaj. Voto do kisha kërku vlla. O lale, për Florinin që kanë ato, edhe unë Të gjymojsha lutem, jo nga të mrapa, lutem. po. Flas e kupton. Me paterica. Bijou të familjes. Bizut e familjes. Referenca nga. Trashëgimi familjar. Pra, të lutem. Okej, ta kthemi çik serioze, Hajde, ta hajde. kthemi çik serioze se Hajde. eskaloj muhabeti. Bëhet serioz me këtë anime po. E vështirë, shumë e Është vështirë. një anime vëlla që nis shumë bukur. Që në episod parë ti shef një alien robotik që kap një, Vajz, le të themi, Të vogël. Minorene. gjimnazista. kupton çfarë mund të bësh ti aty, kuptoj, ai alieni kërkon bananën e një djalit thjesht. Nisu më ëmbël, a kupton të bën të mendosh. Çfarë mendosh më përpara? Ky është. Inshallah s'vin alienët me vërtet. Tuash më përpara. Çunat janë në rrezik në këtë. Çunat janë në muhabet. shumë rrezik, inshallah s'vin alienët. Ata po kërkonin Gjon e gabuar te robi gabuar, por Duhet kishin shku në Afrikë. dhe unë Kjo është Ah, bashkë e sigurt. edhe kjo. Pe, ashtu që në Ore ti, më fal, ore ti. Unë e thash është plus 18. Nuk Ishni prindit nga ekrani urgjent. Prindrit. Po që neve kemi shumë për diskutuar për këtë si anime, sepse edhe vetë Dani ka një lloj shumë llojshmërie të gjitha zhanreve që trajton. Dhe unë madje kam një pyetje për ty. Me gjithë të zhanra që ka Dan, ti mendon se kjo është ajo çfarë i jep kaq boom, kaq fam, apo është një mënyrë për ti hardallosur, le të themi, për ti hequr nga fokusi shikuesit tanë? Mendoj se gjitha këto gjërat që këta kanë fut bashk, humori, ai banaliteti i lezetshëm brenda limiteve, aksioni, fantazia, gjitha kanë një ndërthurje perfekte që e bëjnë kaq bukur sa është, domethënë. Çdo episod të sjell të man të lidh para ekranit që ti ta shohësh dhe të presësh për tjetrin, edhe të jep atë mundësinë që ti të fantazosh çfarë do ndodhi te tjetri, se të lë një 5 sekondë të vogël që s'di ku ta fillosh e ku ta mbarosh me. Vallaj, nuk merret vesh çfarë ndodh atje u. Atje është i lëmshit se Çfarë ndodh atje, pari valla? dyti me dy topkat e Ore, të shikoj herë andej unë shikoj prapë ekran. Nami. Ka ndryshuar komplet Ka skenat. gjithë skenat. O lale, në po fakt- kupton ti në një moment shef ku diun një vajzë që po shkon në shkollë, momentin tjetër shef dy alien që po munohen që i grisin E bluzën. grisin, a kupton? Kupton ç'a bëhet aty lale. Edhe në atë moment hyn prindi nga Pikërisht, kupton. Çfarë po shef ti? Jo, nuk ishte kjo. Nuk është ashtu si s'duk. Nuk është ashtu si Po, bëhet shumë batuta vonë, klasike. Në fakt, me gjithë këtë ndryshim që ka Dan në çdo seri të mundshme, ka shumë luhatje emocionale që i krijon në vetë shikuesit. Dhe autori, arsyeja pse ka vendosur dhe emrin animes Dan, është për shkak se edhe vetë fjala ka kuptimin një ndryshim i tingullit.
një ndryshim drastik i tingullit, po në këtë rast merr për rrajet e zemrës. Doki është në japonisht rrajet e zemrës, siç i thonë ata. Por këta e kanë përshtatur. Doki vlla. Atë kanë për shembull A ndjen ai doki tani? Dan ne bishim tepsi, si po dan. E po ajo është bardha e zetë. Është për ndryshimin e Banderisti. ritmit që i krijon çdo kujt që është atë. Sepse le të jemi realist me ato ndryshimet mëdha, skenash që ka nga, siç e the dhe ti, vajza që shkon në shkollë, zihet me të dashurin, ndahet, pastaj Unë thash, dale, një moment ke gocën, një moment tjetër atë gocën e grisin. E grisin ke Kaq po them. nuk e grisin. Prit, Nuk tash e tani. grisin atë vajzën, i grisin ma basha rrobat. Po koleg, po. E nisim avash që lutem. Sa Tani. vash, këtë lemeris që në sëri parë. Tani flasim, ç'a ndodh aty është një gocë momoja. Një farë emri i kanë gjetë. Vallaj, janë këput mon tajare me këtë Shikon një djalë të lezetshëm, o Karunin, ai komplet qyrs, më ka bezdis keq fare, po e flasim më vonë ata. Ç'a ndodh aty? Del boti që pëlqen ka shpirtrat edhe shkon te një gjyshe. Ç'a i thot ajo gjyshja vlla? E mban një farë interaksioni që ti thjesht po shikon një kështu për romance. Unë këtë mendova valla. Jemi të pa për romance. Gjyshja. Jemi të pa për romance tash me vete. Ne ta specifikojmë se cilën gjyshe. Jo, grejshën që ka pi tege benzin sabat aty, kupto bashkë me kafen turke. Ore të zënë si nuk shkoj më në shpellë. Ja fut kafes direkt. Të lutem, dal shpella, unë dali një nën. Jo, ajo nuk ishte shpellë, ishte si këto bunkerat e Enverit. Po s'kemi në shumë bunkera ne. Nuk hyet. I kanë shem s'ka mu. Shumë do të dhe me tash dëshim. Jam kurios la. Tani. Qatë ka pëlqy tamam nga Dandadani. Do në gjoja që vërtet të tërhoqi. Qyri paktin e parë që e pe. Shiko, Dandadani ka hyrë kështu në mes të një anime të gjatë që mos i përmeni me emra, mos i bëjmë reklamë. Single Hatri, po e lejë. Edhe ka hyrë në pikën kulminante, thjesht kur hap të website-et e animeve të del ajo që on air ishte një ndër më të vlerësumet e momentit. Sa kishte dalë episodi i parë, edhe kur e shikon kështu t'jep atë përshtypjen romancë. Okej. Po që prap të tërhiqte diçka tjetër se kishte ngjyrat, kishte gjithë coveri ishte diçka që provoje herë. Që të 5 minutat e para kishte nga një romancë e vogël në Alien te fantazmat, pastaj te gjyshja, domethënë episodi i parë ka qenë ti krahasoje me anime të tjera, se kishte pa komplet sezonin nga enigmat që kishte fut për 5-10 minuta. Jo, e di pse është e veçantë, se e them se ndoshta e kanë dëgjuar shumë dhe shikuesit të nga unë është e veçantë. Kjo ka një të veçantë tjetër që ky që në seri të parë vlla, të jep super element. Ti jep shumë elemente për argëtim. Dhe ty të intrigon se thu, okay, këta e kanë bërë që tani. Domethënë, o vlla, unë më mbajtin bërthym që tash, çfarë drejshën do bëjnë më vonë. Po. Domethënë që të më mbajnë vërtet në bërthym. Kanë kapur dhe kanë realizuar. Kanë kapur gjithë aspektet e pëlqimit që mund të kenë në rinia. Kupton se kanë kapur me alien, me robota, me fantazma. Sigur. Po rini, ne jemi rimi, ti je. Jo rini. Rini, ti je babaqem o vlla. Shkella, ja nga që jam qeros. Jo. Jo, nuk je qeros se jo qerasër. Qeros. E do të më kapi matë, unë jam i vëmendshëm. Çaj. Ta thashëm duket si deja vu këtë moment. Autori është përpjekur shumë që të realizojë dhe të kapi shumë momente. Për shembull, një ndër gjërat që fansat vazhdojnë vazhdimisht ta thonë është se Dandandani ka shumë referenca nga anime të tjera, dhe jo vetëm nga animet, por edhe nga jeta e vërtet. Si kush për shembull? Referencë. Nga Jujutsu Kaisen, nga shumë anime, nga Tokyo Ghoul, shumë anime ka kap. Nga Naruto. Naruto. Aman. Të gjithë ka kap. One Piece-in. Walk që në episod të parë. Si Do Flamingo. Si Do Flamingo është. Po, ajo është një ndër referenca, madje është edhe një gjë. Episod parë. Episod parë. E ka Çka ka bën Naruto në ata, mos e sa ka. Si, ke elementerin e gani më mball ti vëllajt. Episodi fundit më. U kujtua nga fundi ose është edhe kjo animja se ka emrin Naruto, hajta fusim në gjë. Iga kërçari keq. Ças në gjë. Që nga kjo. Na tringëlloj ke veshi. Tring vëlla. Okej, neve tash do shkputemi i çik për i ndërprerje kështu publicitare, e do kthehemi pas pak. Nuk ju ngel hatri juve. Mos i gërë, kaq po them. Shpejt. Aty të rish. Shif na pasaj.
tale of Jiraiya the Gallant. Aty e akoma. Se mos ke ikse pasha zotin. Është aty mo? Aty më Ha? duket. Është shef? Okej, shumë. Është që kërsin se pa e shef vëllon, është aty në qeka, errësirë, aty okay, qeka. okay, shumë Aty mirë. qeka. Pa ku da iken da? ku da shkojnë, Neve tash. Sidomos në sidomos- këtë anime që kemi Jo. përzgjedhje herë. Sidomos tani që unë do tregoj kush është personazhi i preferuar i kësaj anime. Jo, prit se s'mduhesh ti valla se ti je shtëpis. Dakor? Ne unë e di mor kolegi dashur që ne mendoj ndjeve, një lloj, vlla? pavarësisht se un kam tullat slik dhe ti ke flok. Prej Kupton? Avatar mode ti. vlla. Bravo. Okej. Kupto? Po do ta pyes zotnin ton dashur. Kë ke të preferum? Edhe pse? Preferum. Tashi kjo rrotullohet, domethënë çdo episod gati prezanton një karakter të ri që ti edhe shikon e pëlqen të del diçka që është ndryshe nga i pari, por që i preferum është për herë karakteri kryesor i çdo anime. Po grunin ke qefe? Me thënë drejtën, mendoj që karakteri kryesor është Nona. okay. Nona me rroba. Nona. turbo. Fun fact, voice actori japonezi Aha. Turbo Granit është voice actori i Luffyt. Ja, këtë se kam Zori, deja vu. Është Luffy. Edhe sa mirë e ka bo. Ha? E ka bo Lufin e mirë. punonën se. Të dyja e ka qa. Të dyja e ka qa. Ojde nona, E ka hajde. qa respekte për ato voice actorin. Ajo është e madhe, por edhe vetë autori që një kuriozitet për të, para se të fillonte të krijonte Dandanin, e ka punuar në krijimin e mangave dhe animeve të tjera dhe një ndër këto është Chainsaw Man. Chainsaw Man. Dhe Chainsaw Man i lidhet me Jo, Jonas. patjetër, po normale po ta kesh. Janë Bo, një Që Ka nga Ka autor, qenë asistent. që nga autor kriminal ky. Ka qenë asistent në krijimin e kësaj si anime, pas mbaroi me atë që u krye gjithë sezoni, tha, okay, tha, tani është momenti im. Edhe filloi që punoi në krijimin e Dandanit dhe nxorri chapterin e parë në 2021. Në 1100. Në pas Krishtit. 1500. Dhe pastaj nxorri si anime me serinë e parë në 2024. Ja respekt. Më 4 tetor. Ikse pra. Ja respekt. Inshallah s'na bëhet dhe kjo si puna One Piece, kuptoj që t'na përcjelli. Vlla. Po. Ta them dhon personazhin tim tani vlla. A ta thuash? Të Jo. lutem. Seiko vlla. Greni më i bukur që ekziston o vlla. Shoqë me Tsunade. Ajo është, nuk e di o vlla, nuk e di. 106. Nuk e di o bër. Ja, Si është është? 84, Sa është ajo më? jo vjeç. Ore ti ca doja, ti ca doj. Fansat e Narutos më kuptojnë për Jo, çfarë e kam kuptuam të 106. gjithë ore, po ore, çfarë gjyshe je? Ala me gjyshe. Ku pas ke qenë? Unë për atë bëhem plakofil. Unë bëhem qa doja jo zemrat, automatikisht. Nuk pyes fare. Kaq desha vazhdo. Jo, vazhdo. Jo, kaq desha. Mau e ke ti radhën. Unë duke e lidhur me këtë që po diskutonim, do thoja që është një pyetje, është një debat i madh midis fansave në rrjetet sociale. Kush është me të vërtet personazhi kryesor, Momo apo Okaron? Është pak e vështirë me thënë drejtën sepse janë dy karaktere që nga fillimi e kupton janë zhvillu bashkë me njëri tjetrin, domethënë nuk është se dikush ka pas një prioritet tjetër, dikush tjetër ka pas diçka tjetër. Domethënë kanë ecë paralel gjatë gjithë kohës. Pavarësisht se kanë ato gicmicet e veta, kuptoj që zbukurojnë komplet animen, por që duke pa në terma të animeve, si shumica e njerëzve janë mësu të shohin, Okuruni ka më shumë zhvillim si karakter, plus që ka edhe më shumë kuriozitet, duke qenë se Po. Gjithë fuqitë që ai ka janë plotësisht pas zbulume dhe po të shikohet nga episodi në episod, ai mëson më shumë si ti përdori fuqitë, ka pas transformime të ndryshme që vazhdojnë dhe zhvillohen me kalimin e kohës, kurse Momo thjesht ka ngelte durët. Po. Kjo është maksimumi që ka bërë deri tash. Kjo është shumë anime me risi, do thoja unë, pavarësisht se ka shumë referenca nga anime të tjera dhe nga jeta reale. Një gjë tjetër, një pyetje tjetër e madhe është, a është Okarun një anti-shonen protagonist? Sepse zakonisht në kategorinë e shonen është që personazhi kryesor është një djalë që arrin çdo gjë vet, domethënë fillon dhe del nga këto rregullat e shoqërisë, domethënë Shiko duke u zhvilluar vet. Po pra, edhe Naruto ashtu ka qenë. Sepse është Momo ajo që ai jep atë. Çfarë jep më ata vin bast, njëri do shkoj të vizitoj
venin e alienëve, domethënë atë ku janë alienët, tjetri atë të fantazmave, shumë. Ajo thjeshtë. botja është Shasindos, Po, Shasindos. edhe këti tjetri deshën ti Është një meshin. debat, jo deshën ti meshin, jam morë. Ky e humbi se ajo shpëtoi ajo. Kishe sa ti meshin asaj? Jo, asa kishin që ti Kishe meshin, ti po e Është i puna shpëtoj asaj shprehjes, leka s'kam, po as marohen. Kështu që ajo në këtë rast as E kisha, as mirë, kishe sa ti meshin. Në fakt Okarunit i shkojnë rreth e rrotull njerëzit. A kupton dhe personazhet e rinj që kanë ardhur që janë bashkuar me këtë rreth Okarunit rinë më shumë nëse mendon. Që e Po, kanë është qef vërtet. ose e kanë shumë shok. Shiko, është mua më pëlqejnë shumë këtë lloj animesh, për vetë faktin që më pëlqen shumë kur ky personi pa që titullojnë nerd kalon një glow up, një zhvillim Po, shumë të zhvillohet, po. madh. Dhe nuk është vetëm fakti për të bërë më popullori. Pra, Po, domethënë nga 0 në Çdo karakteri. infinit, si më thon. Po. Pra të ndryshoj komplet. Por t'i jepet një rëndësi e thjeshtë. Dhe këtu i jepet një rëndësi e thjeshtë, pra nuk është siç është Naruto, Në qendër Bleach të apo çfarë janë vëmendjes. gjitha këto tjerat që janë në qendër të vëmendjes. Ai mund transformohet vetëm 2 herë dhe po ta kesh Po. vënë re deri tani, ai është transformuar 2 transformimet ai konsumon shumë shpejt. Po, Dhe ndoshta në momentet më epike ai nuk është prezent. po ngelet ajo. Domethënë në sezonin e dytë kjo shifet shumë më shumë Po. se sa në sezonin e parë. Po. Prandaj nuk është se i kanë dhënë, më pëlqen ky fakti që nuk e kanë bërë hero. Se ka Paktën bërë deri tash. kryesorin fare. Po prandaj pra është ky debati që është një anti-show në protagonist. Atë e ke pyetje bëra. Tani, ai është një karakter që po flasim akoma për sezonin e parë dhe zhvillimin që ai ka pas vetëm te sezoni i parë, ka qenë një ndër karakteret që mund ta fushësh te këto antisocialet që nuk afrohej me njëri, ishte njëri që si fliste, asnjë ishte një student i bullizuar. Edhe arritin pikën që tani aty po i afrohen gjithë njerëzit dhe ai s'dia si të reagojë se nuk e ka Po. prit diçka të tillë, e kupton? Edhe përveç kësaj, qofse flasim për sezonin e dytë, domethënë vazhdimin e animes, ai u bë shok me një individ që ai në fillim e xhelozonte, urrente, kishte zili. Vetë ky individi që ky e xhelozonte u kthy që të kishte një shoqëri me këtë, domethënë thjesht krijoi atë aurën që i tërhiqte njerëzit. Po thua për Gigi. apo jo? Gigi Habibi. Gigi Habibi sa e urreva atë në fillim unë. Fix pa tipik. O sa i natë e pata kur doli, që kur doli si imazh. Po vllai, thjesht. Ishte faja ime. Ore më smuri automatikisht sepse e luajnë edhe këta, dandani e luan shumë bukur këta. A kupton xhelozit, a kupton se ky tipi, domethënë Okaruni edhe nuk është tip që di të ketë këtë romancë Sa më dhim se di shkreti, O sa bezdise, more. Përpiqet ai, domethënë thjesht unë kur i shoh ato mendime që ai Po, edhe thot komplet të kundërtën thot, bën të kundërtën. A Është gjoku kaq i vogël. bezdisur, po shumë Të fix tipik introvert. introvert tipika, kupton, mos them që edhe më keq Ore, akoma. jam kurioz për ty tash. Në gjimnaz, mo, kena qenë gjithë. Po. S'ka ngel lejon këtu pa marrë gjimnaz. Po, e kena Okej, ta marrë. di, ma bet. Po thash se. Me dokument po desh. Jo, Jo. Ti gjatë periudhës gjimnazit, si ke qenë, domethënë, po të marr 2 ekstremet, pastaj futun mes ka dush. Ke qenë si Okarun, pra introvert, apo tërhequr. le të themi si Gigi. Qa do të gjosh ti? Të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Vetëm të vërtetën. Unë kam qenë tip introvert, po jo në limitet e Okarunit. Okej. Domethënë kam qenë tip që s'afrohesha me njerëzit, kisha shumë pak shoqëri, jo se s'kisha fare si ai, por që le të themi që ndodhi deri diku pak a shumë e njëjta histori si ai që pastaj fillonin të afroheshin njerëzit vetë, e kupton? Se edhe ai do të jetë në vit parë, në vit 2, se është në vit 3 të gjimnazit. Se të kanë humbur dhe ty vlla? Jo. Shqyr. Fatmirësisht, se Shqyr. halli modë. Halli modë do vaj. hallë ndërkombëtar. Hallit e temo e i gjea si gjea sa glëm, po kjo është problemi, se i blem të reja. Veç to hallë mos na rënë si për pjesë. Po mirë, të të pyes tash se ne ishim te gjimnazit. Ke qenë nga ata tipa që thoshin, okay, gjimnazi ka qenë ndër periudhat më të bukura apo po kur do marroj. Domethënë, gjimnazi që ti ke kaluar, jam kurioz. Shiko, kur je në gjimnaz, tu se gjimnazi s'ka.
Kur kalon ka- gjimnazin, pastaj rritesh në çik thu, them se kot ka qenë. Jo, unë vazhdoj prapë them edhe sot kësaj dite gjimnazi ka qenë. Çfarë eksperiencë, po varet se të bëj për pjesa, kupton. Pra, kjo është ideja, Shiko, domethënë. a ka pas liri? Po, ja kuptoj se rritesh pastaj shkon edhe në universitet, se dia kanë bërë gjitha po jo. Universiteti. E kena bërë, kena dokumenta po deshe. shkolluar në orë, çfarë na di neve ti. Po ne kena pas liri veprime më shumë universitet se Po, gjimnaz. shumë Universiteti Ju është s'na kanë sikma. në hallet në kurrizën e universitetit. Kjo është muhabet tjetër. Le tash këtë muhabet. Le, se jena të aktive, Jo, po, mos ta ne kanë jemi. të hallë. Që Para ne bëllë, ndeta la. deri te gjimnazi. Bravo, ja. Deri te gjimnazi. I pyetje pick up, rrita se do ta vësi siklet. Me femrat si ke qenë gjimnaz. Tën. Mbaj Ka përgjegjësi qenë. për këtë pyetje. Tën. Ti domethënë. Ti vetëm e hedh grepi, pret sa kap. Unë po hedh dinamitin. Nuk Okej, ka- kalojmë te pyetja jo, tjetër. jo, vazhdojmë, se tash duhet me formulu pak me gjithë llafet që duhen, e kupton. Ka konsekuencë kjo? Fiks jo karuni, më nuk afrohesh apo më vishin vetë mrapa, çudi. Përgjigjja më e Ah, perfekte. kasava Po, kur e menon thellë, budalla, big up, më dale. qenë. Big up. Ikën tash ato mos i mendova. Ikën tash. Ke çaj bo. Nëse kthehemi te Tema kryesore, vazhdo. Çfarë intros, çfarë këngës, Po çfarë normal, ta melodisë. marri Crazy Nuts në dorë dhe mos bën një krye vepër, Kush por është kjo? seriozisht Ça e ke këngës, nuk e di, Kush kjo ishte flet kjo? kështu japoneze, nuk e marr. Çfarë ishte? Crazy Nuts. Thash. Crazy Nuts, po Si po e to po thot, e ke flasim. parasysh se po janë ca shok aty që rrin te rruga Bardhyl. Amo Crazy Nuts. Është një grup super Apo fantastik. s'pas kanë dhe emrin që shko kanë me Fix pra, dandan. fix pra, fix. Sa që Ato- rrin Muzika më e pëlqyme vlla ka qenë ajo e kësaj të si e ka më? Rokut, E rrogut po si eksorcizmin. që bën aty. eksorcizmi. Ajo ka Shkalluam qenë aty. skena ime e preferuar. Kur bën ata kështu që bënin gjithë kështu. Janë ndër skenat e mia të preferuara. Ajo ishte Kam vetëm fair. dy. Kapën gjithë vibe. Po? Kjo është e bukura e Dandadanit, se ti në fillim domethënë kur dela ajo si sken që ato s'dinin të binin kitare, si ishin s'lidhin dot llafe Po, me po, njëri unë do tjetrin. habita. Dhe pastaj thjesht ja plasin një elita 5 aty. Masterpiece. Edhe ti thjesht rri dhe i shikon kështu seriozisht. Edhe kjo ndodhi. Bën këtë Edhe fytyrën kështu. gjithë kjo tash, gjithë kjo muzikë që ngritën gjithë në këmbë ishte për të larguar shpirtin e keq, syun e keq. Dhe di cila ishte Imagjino ta momenti për që më këtë ka shqip pra. pëlqyer mua më shumë. Ju që na thoni boni dublime shqip, dakor, dhe pastaj vini na gjykoni pse i keni bë kështu. Më thoni ju vlla ti konkretisht, ti që po e shef këtu. Ti Sidomos këtu. ajo aty po. Bravo, sidomos ky këtu. Si ta përkthejon i vollaj shqip që ta shqipëroj. Syni keq? Syt çka tek shia. Të plaçën syt i shoh. Vlasën. Erdhi syri keq, a kupton? Syri keq më pëlqen shumë si tani nuk është më villëm, po kur doli villëm më pëlqevi shumë. Wow, shumë perfekt ishte. Ato Edhe koloret. backstory-n e kishte shumë të bukur. Po Koloret backstory më i errët Jo, ishte mos e thuaj ajo. episodi i mallkuar. Tani, ore, si bën sens që ti hap një anime për të vegjël me romancë, shumë gjëra cute, hosa për të qeshur, edhe vjen episodi 7 vlla. Që traumatizohesh, qan e të ngel për një javë traumë. Vetëm dan e kam pakët. është skena po thotë e asaj Po, kur vjen ajo Iris që Po, që bëhet, ajo ka qenë ai shumë e shpirti i trisht. rundë gjatë gjithë kohës, domethënë se mendonte se kishte fëmijën e vet. Por, ç'a backstory ajo. Gjithë morali i saj është sa prindi sakrifikon për fëmijën Po. e vet, se ajo ishte një shpirt i kishte të gjitha ato që mund të duaj, kishte superfuqi dhe thjesht momenti që pa që Aira po vdiste, pa asnjë pikë pishmoni, domethënë sakrifikoi komplet veten e vet që të shpëtonte ajo. Po, dhe shumë Ky ishte ishte- mesazhi i gjithë asaj besoj. Traumatik. Ajo bën sakrificën, domethënë po ta mendosh llogarit ai që kur ka qenë gjallë vet para se të bëj një shpirt i lig, domethënë ajo sakrificën që bënte për vajzën e vogël, po domethënë ajo shkonte punonte si prostitut, domethënë bënte prostitucion, mos e po e themi tamam tash se Po, domethënë punë, po e themi e bëm troll që është plus Në fund të 18. fundit, pra janë shko terma, sa janë vet terma, ajo si janë anime terma. trajton dhe tregon në Janë terma. shqeto, nuk e se çfarë. Patjetër. Tash Domethënë ajo bënte këtë lloj sakrifice për vajzën e vet që mos i mungonte qoftë ato gjërat e vogla. Ama mos na kujto tash Leja, jo, do ma për Ajo- mua ajo ka qenë sken Brutale. Sakrifica e prindit dhe kryesisht e nënës. Duke Brutale ku lidhur shkon. me të dyja këto momentet të backstoryt që po tregonin, që po trajtonin tani, është një teori që kanë ngritur fansat për këtë. Thonë që me gjithë këto histori që tregon Dandandani,
Nuk mendohet që kjo si anime do ketë një fund të lumtur, por do jetë i mbushur me mesazhe, me kuptime. Sa lajme të këqija na jep ti molla. Unë nuk jap lajme të këqija, unë jap Që janë këto teorim, nuk i du ti gjë këto teorim me përfundu keq Dani, kupton çfarë thot? Ka sa po, futi gërshonën të pjesës lutem. Por e qa do ishte të mesme. Ore mos më Inshallah thuaj jo. mua, nuk jam autori, nuk është se po e bëj. Ti e ke fajin, ti e ke fajin. Njefta, krizinaca, ta... Po pra, nasat. Bëj telefon atyre o zogu, Thuaj ndalojeni. ta ndrojë çikët. Mi gjithse prap na duhet një kështu fundi i keq. Ore, kemi Attack on Titan për gjitha bashkë, gjitha animet. Unë nuk jam fan se Attack on Titan. Me ke ti ti Dakor, ka mundsi. Po e kopër. Ti vetëm më zgënjen, ky ro vetëm zgënjen më valla. E ke pa Fan se One Piece-it po, Attack on Titan po. E urren Attack on Titan nuk se Nuk ka më qenë. pëlqen më Varet valla. mosh me gusto ajo. Edhe Po unë ka fillim- gusto kot. Shiko, ti jemi realiste, kur kam pa sezonin e parë, kur kam filluar fillim fare, kam thënë Çfarë drejqen. se çka kam kuptuar, kupto, ishte shumë horror, shumë gjak, shumë urrëtie, Është shumë horror ajo. Dhe pa justifikim, kjo është ajo që mua nuk më pëlqen të Attack on Titan. Ai, bon sens. Mirë pra më vonë. Por që njerëzit e vlerësojnë për rrjedhën kronologjike që ajo ka, e vlerësojnë për Patjetër. animimin. Por që është Është për mendimin fair. tim është anime shumë e bukur, por është bazike. Po pra, qëndron të kufite Nga Unë nuk- historiku. bazike. Bazike? Unë vetë Pavarësisht se jo. është pëlqy nga masa. Unë nuk do thoja që është bazike, për mendimin tim, ajo është... Që nuk na intereson. Po të intereson të ftuarve, më vjen shumë keq atyre që Kush të kemi. ftuarve, sa kemi? Kemi dy karatët. Po, edhe Macen 3, Bravo. bashkë me Aurelin 4 edhe Feksi. si grupi Nuk korçar. nuk është një anime bazike, sepse siç e thash, nuk dihet se kush është personazh kryesor. Edhe ai që është mashkull nuk dihet, është një anti-shonen protagonist. Më fal, po Ka flisim shumë për gjëra Attack on që i Titan. trajtojnë. Problemi Po flasim tani. Attack on Titanin e bëm të sezoni parë, Po, që e po, kemi mirë, mënyrë. mirë. Tani, Jemi unë kam- këtu te i ta- dyti, Po, për bëj dan. pyetje. Por- Tash, supozojmë 1, 2, 3 sezone janë në rregull kur i sheh me radhë. A e ke kuptu, domethënë kur mbaroi sezoni 3 se si ka qenë lidhja e gjithë episodeve, filmave, domethënë se mua më duk shumë lëmsh me të drejtën. Te Attack on Se Titan unë kam, po. po, unë kam lexuar mangën edhe e kam kuptuar Pikërisht. nga manga kur i kam pas, se kur i kam pa aty ishte 17 vjeç, pastaj u bë 35, pastaj u kthy mrapa prapë, po, thë për sezonin e katërt ti. Sezonin e 4 filmat që kanë dalë pjesë. Po. E kuptoj, është shumë lëmsh për mendimin tim nga manga. Problemi pse mendoj unë, domethënë, prapë mendimi im si gjithmonë, pse shumë anime kanë marrë shumë popularitet, është fakti që kanë hyrë Netflix. Mund ta ketë Jo, shumë e vërtet. ta ketë ndihmu Netflixit? Shumë njerëz kanë filluar të shohin One Piece nga Netflixi. Jep. Është e vërtetë. Ndërsa Naruto Facts. vlla është fun fact për ju të gjithë, dakor? Naruto është animja number 1 në Netflix për shikueshmëri. E kemi postuar edhe te faqja Po në Netflix, kaq. Vllai, Kaq, vetëm në Netflix. Është One Piece filmi, është domethënë seriali global. me më shumë shikueshmëri vlla. Pra ti ke Suitsat, ke Breaking Bad vlla që janë masterpiece-a, kupton, të kinematografisë. Dhe ka kaluar një Naruto. O vlla, më fol çik për Iron, vlla, më fol çik për Iron, po lene këtë me Naruton se ky tër ditën me Naruton ka me fol. Aira Kokuq, ajo Kokroza. Kokroz, Si të duk si karakter ajo? Për mendimin tim është Legende. një- Unë fal. Jo aq sinqert. Shiko, për mendimin tim Më pëlqen ky rob, më pëlqen. Në rajma du Më pëlqen, më pëlqen. është fiksja e shpreja, nuk është 7-13, Ka thonë. nuk e di pse e kanë fut domethënë. Ç'pati ajo që erdhi? Mund thjesht ta kenë fut për të shtu këto xixha dhe romancës. Ajo do, ajo është ajo. Se kjo e ka qef Fokarunin. Unë do thoja që unë fillim fare kur e kam parë kam urryer. Transferalisht nuk më ka pëlqyer një Se i kishte sekondë. flokët roza, po ishte më e bukur se ty. Asnjëra tjetra, sepse nuk mund ta krahasosh vetëm me një personazh anime. Po ideja U e është krahasoj sa ja luaj Pitën. po një ti luan si Naruto. puna jote, po mund ta bëj. Unë Unë si nuk jam aq Choji me narcista. gjatë. Unë nuk jam aq narcista. Por le të themi çik të dandandanit, domethënë për ashtu. Nëse do zgjidhje një skenë, një moment nga të dyja sezonet për ta vënë kështu si kryesor që të bëhet dandandani pa harrushëm, këtë zgjidhje. Skena ka pa fund, domethënë, nëse flet vërtet nga Danin, çdo episod ka 2 ose 3 skena që ti vërtetë. domethënë
do i kthesh prapë ti shohësh prapë se ose do të bëjmë për qesh ose ku dëgjon, do ketë banalitete në të edukuara që ti do qeshësh gjithkohës, domethënë, ose do rrish të mendosh kuriozitetet, por që një skem mos ka bëj është sezoni i parë, është kur vin këto alienët për herë dytë. Që bëhet shkolla me uje. Që bëhet shkolla me ujë. Edhe pasi mbarojnë gjithë këtë luftimin, domethënë ç'kishin për të bërë me këta në fund fare, vetëm kur i uji se Po mendojmë duket njëjtin gjë, vëlla. Po e mendojmë gjithë. aq mo edhe i gjen gjithë ta studentët, pastaj se u prish magjia, aq ishte, iku syni keq. Edhe i gjen gjithë studentët pastaj kështu. Si Të plakosur. Sa më Të puthitur kështu si. Aty hyn prap prindi. Pikërisht. Në atë moment fix. s'kishte mbledhja ditë, po. Po imagjino, imagjino të ndodhi realisht në shkollë kjo, gjë të ndodhi në real life. Vetëm fjerë, se s'besoj të ketë në event që kam. Patjetër, përveç fjerit. Ja lanë Elbason kështu me këto alienët, po. Me alien po var. Le që alien ishin aty po. E kupton ti fix. Fjerakët Me Elbason lit. ja kanë zënë zonën. Fix fantazmat dhe Jo, Elbasani ja ka tjetër lloj energjie. Se shef që më ka ra kjo ana. E ke prej dritës. Na, ka prej dritë. edhe pra. çikë lulja. Do pi ajo. Edhe artificiale më. Po mirë, Kështu një që pyetje ka mund kujdes tash, atëherë. çik më si puna e që tha mau, po çik më ndryshe. Çfarë do dohet ti të ndryshohet deri tash për shkakun që mendon se mund të kishe një ide më të mirë për ta realizuar një skenë caktuar me një linjë historie. Shiko, aq dinamika sa ka ajo si anime për 2 sezone, domethënë, që mund ta them kështu pa pikën e dyshimit nuk ka një pjesë, jo episod, por pjesë që ta ketë filler. Është shumë e vështirë që të djesh diçka që do e ndryshosh, a kupton se thjesht kur e mendon se si e le çdo episod, është fiksi ato telenovele turke të premte që do presësh të honën pastaj. Po, valla. Ti është komplet random. Ju e keni kaps nga sezoni i parë direkt sa Unë ka e dalë. ka kapur po fillim. sefte më ditën e dytë. Edhe same. Unë për Edhe unë, vete, edhe unë nëse unë edhe ta unë kam kisha marrë keqe. nis njësoj si ju, me atë mënyrë se si përfundoi sezoni i parë, Le. unë do isha direkt te për të gjetë mangën si Unë jam i fortë se lexoj manga. E i libri fortë. është e lezetshme është se kam pa deri tek episodi i 3, mos gaboj që i kam ndjek episod për episod, pastaj kam qenë jashtë, edhe fatkeqësisht atje ku isha unë, se Crunchyroll funksionon çik çuditshëm, nuk është se ka globalisht gjitha animet. Qëlloj ditën që do dilte episodi unë isha jashtë, edhe një javë që u mora kështu isha prapë jashtë, dhe kur kam hyrë në avion, sa kam zbrit domethënë në Shqipëri, kam bërë download dhe gjithë rrugës ty pa. Një episod domethënë kam marrë kur arrita në shtëpi. Imagjino se trafiku ka qenë atë. E pas ka shiju trafikun, e pas ka shiju. Jo, ashtu të shtyhet vallai për Po zonë. do ta ndalin shtyhet gjithmonë. O vlla ka shumë dinamik. Unë nuk e di se ku drejtin do ta çojnë këta tipa që e kanë bë, po. E di kush është e keqja, Më se thuj. isha aq kurioz saqë edhe pse isha shofer, mos i boni këto gjona në shtëpi. Policia. As makinë, se e kisha lënë kështu, domethënë nuk e di apo shifja rrugën apo shifja atë, po thjesht e kuptoj mix. Tu kap turbo grainin, ha? Kuptoj 100 Mos ca e turbo bëni, grainin. Ka qenë fiks episodi që këta shkojnë te shpella, që e nxjerrin nga shpella. Po, dhe ajo episod. Nga bunkeri. Ajo Episodi me trenin. Ajo ka qenë, po, e mbani mend që në fund të asaj dalin shumë shpirtra vajzash? Jo shpirtra, dalin vajza, trupa. Po. Po pra janë shpirtrat e vajzave. Ishin tret ato, ishin shku bahari diplom, po. Që kishim vdesur janë sosur ata po. Ara si avash. Po ajo është sepse edhe vetë Turbo Graini, arsye pse u bë një shpirt i keq dhe shumë i fuqishëm ishte sepse mblodhi të gjitha të urrejtjen, gjitha ato çfarë kaluan ato vajza që u dhunuan në ato tunel. Urran. U përdhunuan. Pra. Po do të thënë Turborgeni i bie tjetë robi mirë. Kur është cituar herë që është shpirt i keq, është cituar thjesht që është shpirt. Në fakt është situar që është shpirt i keq, Tani, është marrë referencë edhe nga legjendat urbane në Japoni. Mendoj që është e vërtetë Unë e që di ekziston një që mos tunel. gaboj se nuk e kam pasur, Kështu që nuk ka. është kërkun, po thuhet që është një anime që përshkruhet, domethënë ai i keqi është fiksi që është Turbo Graini te episodi i parë. Nuk e di se si e ka emrin që ty vjen një kod, por që është bë ben gjithë botën sepse ishte aq e frikshme, domethënë praktikisht si më thon shqip Gogoli. Domethënë kështu e përshkruanin atë personazhin, nëse mund ta quajmë kështu. Ne pas kam vjedh. Është bë anime në 90. Referenca. 5-ën mos ka bëj 96-ën, Në shumë e 95, vjetër. 96. Ka pas diku te 20 episode, por pastaj pasi filloi dilte on air gjithë ne i kanë bë ban se ishte shumë Realisht?
Shumë i frikshëm, po. Kam Ta dëgjuar. gjemi në faqe pirate, se ne kush ta ka E bërë. ke parë ti? Jo, thjesht e kam dëgju, kam pa review në YouTube nga njerëz që e kanë pa, por që tregon që është ndalu gjithanë. O vlla të them Margini kur kam pa atëherë në episodin që kemi pas me Florin. Po. Atëherë për Ghost in the Shell është super anime e bukur, fantashkencë, psikologji, none. Por periudhën që ka qenë shumë futuristike. Ka Ka qenë. por Animacioni. Po, ajo muzika nuk e dia do ta vej dot tani, domethënë për shkak copyrightit, se ka mall ndoshta tash i transmetimit YouTube, po ajo muzika dëgjojeni një herë, ka dhënë një gjendje ankthi, o vlla, nuk e mora vesh. E japin përgjendje se dhe aty çan ndodh O atje vlla, ashtu. ajo është nuk e di, mu mjep një Ka lloj ndërlidhje shumë e bukur, por e ka ndërlidhur shumë bukur. ai Se ka të bëjë kompozitori dhe vlla muzika bravo shumë. i qoftë se e ka qa. Ore po- me që u përfshim te kjo dhe dan. Mhm. Aspekti i muzikës është fenomenale, shumë e bukur dhe shumë e fortë, shumë e mirë krijuar. Muzika është komponent Shiko, kryesor. Shumë kryesor. Shumica e njerëzve i bëjnë skip muzikës, ë? Po, Dhe ky është problemi më, se unë Është për shembull jam habit me veten time që i kam bërë skip shumë po. animeve që kam pa E, edhe ka kur sa, kam pa opening, pastaj futesh në YouTube në herë kërkon anime opening dhe del kjo Po. dhe po ku e kam dëgjuar këtë, kuptosh, janë Po, do 5 sekondat e para. Por që po, me të vërtetë është një ndër animet që opening i sezonit parë ka qenë, do të thënë njerëzit e kanë pa më shumë për faktin Po, për vetëm për muzikën, Po, ka qenë për shumë muzikën. muzikë. U Plus bë shumë edhe skenat që fut domethënë ka skena luftimi që ka disa praktikisht kujton Dragon Ballin të vjetrat, E, Falconit, kuptoj dhe shumë kuptoj mirë. që ka ca skena muzike, ca Ajo konga e GT-s është none. ajo është None, premium none. për leja atë, leja. E, s'pa luj, se kemi çunin nga ka ardhur për Ne vizitë. përshëndesim, Ah, çfarë bën vëlla? Okej, neve tashi do shkputemi për pjesën e dytë dhe do vi pjesa e tretë e bombave. Përgatituni, merrni ilaçet e zemrës, ne aspirin protect çfarë janë Në këto. Amita na i papatin që. Kështu në i gjokë kështu të vogël. Shifna masane. Shadow Clone. mirë se erdhët në pjesën e fundit të serisë së parë. Jemi akoma duke diskutuar për Dan. Për Dani. Dan. Diskutojmë për Ore. kinën e trongullit pazare. Ore, arsyeja e kësaj animeje. A nuk ju shijon edhe ju siç më shijon mua që kanë kriju një anime thjesht që të gjejnë bizut e një djali që është adoleshent. Sa mirë i ka vajt mendja, thjesht tha boti, ore, çfarë ta bëj anime non? T'ja humb mjetet. Ka një gjuat të Barcaletën rrezik me atë Kumargjiun, veç po patet i tretha sa unë nikom. Ka bëj anime këtë ndërkombëtare, më pëlqen, kështu kena për ta bë. E do t'i bëj të arta. E do të humbin. Sa super e ka bë? Në kërkim të thesarit. Në kërkim të thesarit. Fiksa ka bë. Fix. Praktikisht çdo episod i kësaj është referencë nga një anime tjetër. Do të thënë ky thjesht 24 episode që janë bërë që marrë dhe sezoni 2, çdo episod ka qenë një anime të caktuar, duke i thënë shiko se unë mund ta bëj më mirë se ti këtë gjë dhe njerëzit prap do qeshin, do qajnë. Sfid. Ajo është literalisht. Ka ndërlidhur ata, ka ndërlidhur edhe shumë figura me jetën reale, a kupton, mund pëlqevi për shembull një pjesë specifike ishte ajo që luftuan me ata që bënin muzikë, që lidhen Mozartin, lidhen gjitha muzikantët e mëdhenj. Ajo ishte super e pjesë. morën aty. Baçe Zelën, po. Elita 5 e Elita kanë 5 e kanë morë. marrë. Kupton? Ishte super episod ai. Europë na Dashuri kanë Edhe vjedhur. Miley Cyrus, Breaking Dashnori se Ball. Dashnorin se morën. Dashnor Dikon? E Ja. kishin ja. Banane që në episod Digo, parë. me. Gjiko. Ore, si e ka dashnori? Digo e ka mos i Digo Boje me o pipse Digo. te Ju lutem shumë. Na thoni si e ka emrin dashnori, mbi emrin. Jo dashnoriu, dashnori jon. Nuk dua me emra. Ju lutem, se fillo aty Gramoz, Berti, Dubai 02. Rusdi, Suflaqja. Fillo ashtu. Fillo lista me katalog. Keq, rria mon. Se përmendëm këtë personazhin më të ri që erdhi, këtë Bolin. Popolakun. Boli. Se Bolin nuk do të ofendoj aty, po është kokra Bolin. Ma është keq. Se kë më ngjan, e ke parë njërin që ngjan kështu? Ja, sa ai është dhe i shkurtër. Ka dhe Okay, flok. fitove. Pas ka dhe flok. Po, Ai në- ishte një farë Më hyrje. mbronaj mua, se kuptoj jena... Keni një farë E connection. kemi connectionin si Tesla neve, Keni një shumë e connection val si- direkt, tullaclik për tullaclik. Mos të vim këtë në punë, va. Ne jam më të Ai keqë Ai se... ka qenë një ndër personazhet më të rryer. Kur ka dalë ai, të gjithë fansat thjesht e kanë urryer atë, Shiko, nuk e kishte asnjë qejf. Praktikisht çdo personazh i ri që ka ardhur pas dy të parëve, gjithmonë janë urryer në fillim. Është e vërtet. Se hyn edhe keq ata, nuk se hyn mirë.
doli ajra si e kishte emrin. Po, Ajra. Urrë. tmerr. Erdhi Gjigji, po janë 6 episode Kancer. urrë, derisa u bë I mirë, vëllai, u bë shok me I këta. këndshëm. I këndshëm. Erdhi ky tash po ky megjithënë ka për të urrë deri në fund, besoj. Ky do ndryshon. Ky nuk ka opinion për këtë. shpëtim, Lale. Kupton, ky edhe i moment që kishte për të bë personazh kryesor me atë budën. Ky e di pse do urrëhet se ky është fiksi ata që i thot në njëri që mund dhem koka, ky nuk i thot po mirë se bëj kështu, po thot edhe mund dhem koka. Tamam. Se këm kujtogi mu. Këtë kujton vëlla. E? Klean, mo. Po Klean. Dhe këtë tjetër. Që ka Do të fiksi Klean. Maori. I shoqën tonë me se se njohëm. Po më po patjetër. I shoqën tonë me se se Lea, njohëm. Një pyetje kam unë për të gjithë, madje edhe për të ftuarit. Domethënë ndani përveç gjithë temave që trajton, zhanrave që ka, nëse një ndër gjërat që bën shumë interesante është kjo dashuria që është midis Momos dhe Okarun. Nëse do hiqesh kjo, atë të vazhdonte dan ta kishte gjithë këtë famë, gjithë këtë bujë që ka. E gjitha nga kjo filloi kur e mendon thellë, domethënë kështu nisi. U përplasën kokë në kokë. Edhe i ka marrë lidh çdo episod, është toksike. Po, Shumë. teknikisht po. Shumë. Është shumë toksike sepse këta e kanë qef njëri tjetrin, po asnjëri s'di t'ia thot tjetrit që e kanë qef. Imagjino, domethënë sa toksike e kanë bërë që i vjen turpe në mi thon notën e mirë njëri tjetrit. Më kujtove, Çdo episod. Sa më kujtove, valla, më kujtove skenën më të Caruse për mua që ishte ajo skena që humbën në shkollë, s'po gjeni njëri tjetrin, kalonin, nuk shikoheshin dhe në fund fare kapën dhëmbët. O sa Caruse ishte ai Stil moment. japonez ai po s'merr vesh. Dhëmbë dhëmba? Uf, Ta hanë në mo. dhëmbë. Japanese kiss. Ta hongsha Mo, dhomin e Caruse Florinit. s'ken. Ta hongsha dhomin e Florinit. Jo, ajo për më vonë vlla. Për më vonë ajo. Florin si ka ai shkret. Momentalisht. Ja morë. Po si ka mundësia vlla? Gjithë ja kanë kap ato sferat këtit. Pas ka qenë fortë. Ishte si mbarësia. Ishte dorën tjetër. Ka mundësi. Ishte dorën tjetër. Ç'ker e di zot. O Maure. Keqemi Maure. Plus 30. Jo, Keqemi Maure. Shiko se ju lutem nuk lejoj njëri. Rose, për ka që u thjesht po bëja shenjë. Po leni më shenja tani. Por e dëshirova, ma. Ama se ka prek falje, s'u ka për t'i bë me lek. 2 lek. Po lek ashtu. O vllai, po jeste marr, më kush e prek atë? Po pra, po edhe Ara, në momentin që ajo e gjeti dhe e mori, filloi të shikonte gjithë këto shpirtra, Shumë do të zakonisht. gjëra. Ndjeu. Shumë do zakonisht. Për shembull, Florini. është një gjë që shumë nuk e kanë kuptuar se edhe në momentin kur Gjigji kthehet në shkollë edhe e ka i vëllain, dhe transformohet, është në momenti që është duke shkuar në shkollë, takon ato shoqet e klasës dhe pyesin, ku qen, na ka marrë malli, tërse vërse, edhe transformohet direkt në i vëllai. Dhe ato nuk e kuptojnë. Sepse s'kam prek Florinin. Pikërisht. Prekës atë. Do ta prek Florinin, po. Të ndimi Florinit është tiron. Po, pyetja është Sidomos kur është që kështu si I Florin, kupto? Ehe. Se ka dhe stile, më kujton tavlën këto. Kupto se ka dhe stil. Kur e prek për shembull Zarin për fat e Ora ke ta edhe ndrojmë kështu. temën tash. E ke Ndroje temën. kështu. Ka stil edhe ajo. Ore. mirë gjithë këta i prekën, e kupto, edhe i Veç fecin momo, marrë. ky gjaj ka më kuroni shkret si preku. Po ky i funit më vllasi pa këto gjonat pa i prek fare. Ha. Mau na iluminoj ti. Jo, dhe kjo pjesa për shembull nuk e di këtë. Sepse edhe Ishte ai the në chosen fillim- one. Jo. Sepse edhe betejë që bën ato nuk e bën me një shpirt të keq, ato e bën me një alien. Ishte kaiju. Çfarë Çfarë alieni? kam ai shikon te i Ishte një vëllain. kaiju. Çfarë alieni vlla? Mashallah. Kjo e funit smerret vesh se çai ishte. Një me thënë Godzilla. Ishte një kaiju. Po, kështu ja vënë. Termin të saktë, kështu që ka është një kaiju alien. Dhe ka formën e këtyre dinosaurëve ose këtyre. Po në rastin e kësaj Deri 3 Godzilla. minutat e fundit e episodit, domethënë. Se Po që pastaj doli. Ah, ka ç'ishte dalë brenda asaj personazhi- Godzilla. Sa ters ja bëjnë asaj shkretës, a? Shumë Po, ters. e pe kur e kapi atë se s'kena fol për i gjoj lale. Hajër. Inshallah, imagjino të kishte ato të kurunit në dorë në atë moment. I shkreti o kurun. Miru pafshim familja. Ashtu. Më duket kjo kishte bëjë gabim tjetër, i kishte hongër pa dashje, se Shiko, tashi, unë jam kurios për i gjo. Tashi se kur hoqën, kur hapi zinxhirin e këtij kaijut, doli aty një alamet kajgjeshe, le të themi. Antena? Po sferën nuk e pashun.
ku ishte. Po pra, kjo është Atë- pyetja. A thua ishte Kalamoni vlla? A thua? U zndërrua Argjendi u bë në fëmijë. Pse më erdhi thua? nga ardhmë A i kjo? ke pasë serin e fundit? E kam pa gjithmonë kam për ta pa. Dhe si unë jap- deja vu më Unë jap duket teori, jo unë jap mo. teoritë e mia, mos zemra ç'ke ti duhet thjesht më japësh Kjo direkt është fakt. teoria po, më dark e mundshme që mund Ore, të a tha ai u zdu, ku vajti? U zndërrua Mund ta në ketë në njeri. xhep, Jo, mund nuk- ta ketë në xhep. Jo, se ashtu na bie pasaj me këto S'kishte- modernizma. Po, s'kishte xhepa te kostumi. S'kishte xhepa pra. Ato se dim na. O, Se s'kishte pregu njëri, xhepa. nuk Ai sa e pa pregu flasin njëri. na, ku do. Kjo thotë e Tash mori ajo mund e tjetë futi në xhep. vend të fshet, mund tjetë te shpella ajo, topja Edhe tjetër po. Tamam se Nuk e ajo, di. tamam se ai filmi Eldorado, tamam se filmi Eldorado kur nxjerr ato Zara dhe Ile. Ku i kishte fshehur ajo ato? Pikërisht ishte ajo shorë dhe fush kjo? ishte. Po pra, po nuk do të thotë Nëse mos Komentoni! Komentoni! Mos kalojmë te këto tema, ju Ju lutem. lutem Ju komentoni. lutem. Po mirë, un kam një pyetje, jo vetëm për ty si të ftuar, për të gjithë. Si të ftuar. Për të ftuar për të gjitha, jo vetëm si Patjetër. ty si të ftuar. Patjetër jepi. Nëse do ishe i vetëm në një dhomë, me këtë doje E, të ishe e. kuptimin, E. do doje më shumë këtë zgjidhje, një alien të mistershëm apo një shpirt hakmarrës. Këtë kisha më siklet kisha. Vallai, alien. Këtë zgjidhje. Jo, alien se alienet dole me çelç papagall më shaj të thonë. O lale. O, bish. Do bananën ajre. O, bish. Vallai. Çaj të bo. mirë. O bish, Jo, çaj të jo. bor Një bish. pyetje më saktës, çfarë fuqie do doje të kishe për shembull nga ata që kanë deri tani pjesëtarët kryesorë? Këtë do doje për shembull ta kishe ti si fuqi. Këtu bëhet serioze tash, Tën, tën, se tën. s'mban dot seriozitet me këtë Ai lloj po shty anime. faktin. A, valla si. Spit. Tashi, Okuruni është bazike si gjë, është diçka që e shef në shumë anime që transformohet, s'është diçka e re domethënë. Edhe Evil Eye është prap biçim Madara, kurse Momo ka diçka që nuk e ke parë në shumë anime, pavarësisht se është shumë bazike për momentin, po në të ardhmen Po. do dalin më shumë surpriza domethënë për fuqitë që ka, se nuk është vetëm ai telekinesis që ka Momo domethënë. Po se lexu mangën ti. Thjesht pak. Ato 360 faqe të fundit. Ah, ato pak pak. Jo, aq. Një rrugë për shtëpi. Po. Një rrugë nga Rina. Një xhiro, një xhiro. Se nuk bëhen të dyja ato se të duhen Ska, ja. anime është me titra. E rregulloj vetë. Vallai, unë i për shpirt unë i shoh në herë anglisht ato se për zotin më kujtohet ajo skena Madarës. Kështu ton për të kap edhe titrat po edhe Se ka edhe figurët. figura të bukura shumë aty, të vjen i natë mos Jo, me më i në pa. herë filloi thu vetes ore dia po nishtu si. Po për zotin. Se këto bazike ti ka, ta kupto, si Po. e çabon natën mirë, keq, fol mos fol. Oh, ajo. Kanë ca rob që s'di me fol aty te lagja për zotin në herë më bëhet sikur i kuptoj. Ti flasësh edhe ti atyre. Më shumë sa të flasësh për temën e Dandanit apo jo? Patjetër. Po s'ken të preferuar, se unë për vete kam një dy që jam perla, po për mua të paktën. Varet, a do s'ken të preferuar nga ndeshjet që kanë bërë apo s'ken të preferuar në përgjithësi? Ne i thuaj të dyja. Tashi episodet që kanë qenë 2 episode bashkë besoj është pjesa që këta, domethënë Okaruni ndeshet me këtë Evil Eye me synin e keq. Siç kanë. Jo, me synin e keq. Edhe kanë qenë episode që kanë ndodhur gjithmonë shumë zhvillim karakterësh, domethënë nga të dy anët, domethënë nga Evil Eye të dilte diçka e re prapë, e kupton ti thu se mbaroi, po ai nxirrte diçka tjetër, po e njëjta gjë nga Okaruni. Pastaj skenat lezetshme ka pafund, duke filluar që te episodi i parë deri te episodi i fundit Po. që mbaroi ky sezon. Nuk ndan dot diçka specifike se do na haj podcast një 3 orë vetëm Po, këtë pjesë. vallai ka çdo episod tjetër edhe veç, çdo episod në vërtet ka shumë pjesë të mira. Çdo episod ka shumë pjesë mira. Praktikisht e gjithë kjo si anime është si ato mystery box që ti e di se çfarë do të biri, po do atë gjon tatet preferuar dhe shef çdo episod derisa të biri ajo domethënë. Tamam me këtë. Po ajo, po, mua me këtë që po thoje ti, mua më dy skenat e mia të preferuara. E para Që nuk na intereson. Jo, më intereson. Ora ti mos dëgjoj. Amo, të bësh shaka. Është momenti kur më në fund arrin ta marrin atë the first Ama ball. topin e parë. Dhe Djathtin.
teknika, mënyra. Se vona re si e kishte emërtimin. Prit. Ty të pëlqej. Skena jote e Çat preferuar. pëlqeu ty fal. Skena jote e preferuar është që ati I bin me bezboll për të montuar. Po. Ore e kam dal, të thjesht kam qesh me Mos lot. pas pjesë, inshallah se nuk pjell kjo momo, se mirë ti qa do të bëj, kupton, o sa do qesh E ke aty. bër lop më mishë se mirë ta mbarstoj. lope, Ta pëjell. Lope! O vllai ti ke aty alien që kanë gjakun qumësh lope. Gjëra që ndodhin. Kupton ti? Gjëra që ndodhin. Me robe, disa lek do kisha bon, kisha hapi bank kështu për transfuzion gjaku për këta alienët, për zotin. 2 Keti lopë plot aty, gjak, keti 30 gjak. litra qumësh në ditë për qef, lali jo, sot ishte Shiko, palma de Mallorca. e ka skenë të preferume, se unë më në fund e kam gjetë përgjigjen e kësaj që thonë, jo po dhimbjet e lindjes të... Ma gjeni një mashkull që thot ma bëj herat skenën prapë, se gratë për herë të me duhet fëmijë tjetër. Bravo! Ty ta bo vlla kështu gjasën me gjujt, e ti opa më shtillesh. Ore vetëm duke e parë. Duke e para të pjesën drithërohet, a kupton? Rrrr, vjen gjithë trupi. Pa hapra. Kjo thot ha. Po normal Sa se kam ishte qesh. lot. Nejse tani. Atë skena e dytë, se do ta them edhe Ha, këtë. jepi, ha. Se kanë gjetë akoma dytën. Jo, është pikërisht ajo ka që gjela theti, është pikërisht ajo që theti me grupin e rrogut që marrin për të bërë skenën e eksorcizmit ndaj The Evil Eye, dhe është momenti që I heqin maskën të atij manekinit të shkollës, edhe del Evil Eye, I'm gonna kill you all. Vetëm aq thotë. Ai vetëm aq thotë, gjatë gjithë. Ka lezet ajo për me pak e sakt. Pikërisht. Nejse, vlla, arritëm te spicy, Patjetër. te momenti më perfekt. Është I gjithë nderi I yti. Atëherë vlla, erdhi momenti që do të bëj ca pyetje jo të bujsh, të butshme, po shumë të rënda, kupton? E nisim Të fillim- butshëm. Po, do ta nisim butshëm, do ta nisim. Ose Do të bëj pyetje bujshëm. për personazhet, vlla, Një okay? sekond more from failure. Po, përgatitur. Hajde. Po atëherë, të pëlqen Gigi apo Aira? Gigi më çajtë. Gigi Habibi. All day, Habibi. Gigi Habibi apo Kinta? Ai Ishte Boli. nash. Arlini. Me flok. Jo, Arlin. Gigi prapë është shumë, do ketë në të ardhmen do jetë shumë më I përfshirë. E ka më kështu ky se ka lexuar mangën, a? Qa është ky, a? Ai ta ka bë gol. Gigi apo nëna më e mirë në botë Alban? Shiko se e di si është halli. Do them prap Gigi se un kam zgjedh nonën tjetër, e kupton? Do me thënë do thu Gigi, tani do të them un Turbo Greni apo Gigi. Versioni kat. Kjo është super personazhe para se ta vazhdoj. Ajo është. Wow, Ne personazh. nuk e folëm dot shumë gjatë. Është shumë luk tholla, është fix ajo është- gjendje. Ajo është gjendje. Macja është perl. Jam unë, literalisht. Macja është na gjithkohë zgjeva sfat. sarkazëm. Do të thënë edhe gjithë ja pranojnë se s'kan ç'a të bëjnë. Jep. Okej. Maçoku me çizme apo Momo? Edhe I herë të lutem. Gjyshja, gjyshja? benzina po. Gjyshja, se e kupton. Po, e kuptoj se bëjmë shaka tash. Shiko. E vështirë është Tën, tën. për të ardhmen, por që prapë Tën. Turbo Greni, Turbo Greni. benzin gas. po. Do çuditshme, thotë Turbo Greni prap. Okej, Turbo Greni apo Okaruni I madh I lavdishëm? O Karuni. E di pse. Thjesht për faktin se do ketë ka humor kështu të pafajshëm, kurse nona e bë vetë humorin, e kupton? Nona është nona pra. E kupton? Nona është bullizuese, e kupton? Si I mban ajo duke qeshur, a kupton? I ka mung. I ka mung. Tu lut me zare. Ka pront veten e Loja bëhet e rond. Ne kupton di se çfarë tive. E kupton, këta dy janë të lutë shah gjithkohës, domethënë, por nona është ja 5 lëvizje para. Da, e bukur. E bukur. E bukur. I qeti shumë lehtë, është I Je mirë në I të folur. butshëm në quiz ti A, koleg. thua? Je I butshëm në quiz. Vlla, kaq ka kjo. Sa të bëjmë? Sa do lidhësh? Sa të rritet dhe çik. Atëherë, neve tash e arritëm fundin. Tash unë ju thash I gjoj juve në fillim për këtë çunë këtu, për këtë florion këtu. Ky djali, që ta dini ju, zonja dhe zotni, Zotni. ju thash që është artist, po çka ka bë ky djali? Se ai e majti të fshehti çik. sa I modest që çuni. Thamë. Këto bluzet, këto logot e bukra që nis me kështu me dorë për qeft dhe I ka Të- bë hynore, edhe mirë atë që që ka nisura. vetë te bluza. Dakor?
ky djali këtu i ka bo. Dhe që t'i gjeni tamam se emrin tash do rrini të shkruani këtij në Instagram, ju personal se kush e di çfarë dhe shka dhe ky tash. Ja mos e fusim bela. Shkrujni tek Amosti Charti edhe ja qenis veti bobe. Si ta dun këta, ha? Sipas shefit. Me ato Sipas dur. shefit. me ato Qeft dur. kënë thëj se ja bëjmë direkte. Po të lumshin durët vlla. Vallaj, të Shumë qendisura, I ke- wow. Na gabo I ke na gabo qartë. Na ka podcastin. nderu. Na gabo podcastin vlla. Ka nderu. Ka që them, kemi uniformën më të bukur në botë Alban. E ke thonë, Kaq të thonë. e ke thonë. Gjithashtu do falenderoj shumë edhe Enzon për dhuratën dhe gjithë bashkëpunimin që do jetë me ne këtë sezon. Vallaj. E falenderoj Faleminderit. shumë Shumë që faleminderit. na respekton dhe me të ftuarit na nderon me po, këtë gjë për të zotin. bukura. Gjithashtu unë doja të bëja sponsor edhe House of Anime, i cili na ndihmoi shumë për arredimin perfekt që kena për këtë podcast. Patjetër. Gjithashtu edhe Flower Decor DM që na ka ndihmuar për arredimin e aspektet e luleve, se tani kemi dhe lule. Ambientale, orientale, si Jemi ti doni ju. Po, çdo dekor që dëshironi, kontaktoni. Na thoni dhe e kena bërë. Merrni një skonto. Ah, Nice konto, e marr, nice do t'i konto. japim avash. Provoje një herë. Si dihet? Provoj. Si dihet? Gjithashtu kemi edhe një falënderim për një far vila Një far vile është vallaj. që qëndroni se ky sezon ka shumë surpriza të bukura. Për të gjithë ata të cilët kërkojnë një vend të qetë, të bukur, të rrethuar nga natyra, me një super ambient për qëndruar si brenda dhe jashtë, mundeni thjesht të kontaktoni tek Vila Jon. Kështu e ka emrin që ta kuptoni. Po, Vila Jon, në Vila rrjetet Jon. sociale. Ke vila jote. Te vila E imja personale sikur, po. Që një falenderim shumë i madh shkon edhe për ju që na keni prit deri tash dhe shpresojmë mos t'ju zgënjejmë dhe të vazhdojmë ta majmë sa më bukur, edhe butshëm. edhe pushëm ne do bëjmë më të mirën për ju. Aurel, Shumë shumë të faleminderit miku im. Shumë të faleminderit. Të uroj sa më shumë suksese në punët e tuaja, edhe sa më lart të shohim. Shumë Shëndet e faleminderit edhe mbarësi. ju, edhe inshallah parqim komën e marrë se e në të parët. Amin. Duket prapë si deja vu. Okej, ka unë Alini, shnetet mira, shifna episodin e radhës. Edhe nga ne të dy, Miru Leku dhe pafshim. Matja, miru pafshim. Shadow Clone.